fal punës operative të bërë nga strukturat e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, është organizuar dhe finalizuar operacioni policor drejtimi, gjatë të cilit u parandaliruan dhe u gotit një rast i tentativës për trafikim të drogave të forta në sasi të konsiderueshme. Në kuadër të operacionit u bë mundur kapja dhe arrestimi në flagrant i shtetasëve Mirland Herri, 51 vjeç banues në Maminas Durrës, Lufim Hoxha, 41 vjeç lindur në Dipër dhe banues në Maminas Durrës. Nga ana e seksionit për hetimin dhe narkotikëve, u siguroi informacion në rrugë operative se dy shtetas do të transportonin një sasi të konsiderueshme lëndëve narkotike në zonën e Treshit në afërsitë të një shtulla 3 në Durrës. Mbi bazën e këtyre informacioneve, u organizua në një kohë shumë të shkurtër dhe u finalizua operacioni policor i koduar drejtimi. Gjatë operacionit në rrugën Kastriotët është konstatuar automjet tip 5 Mercedes me dy shtetas të dyshuar të cilët po transportonin këto lëndë narkotike. Shërbimet policore të seksionit për hetimin dhe narkotikët kanë ndërhyrë dhe kanë ndaluar automjetin dyshuar. Gjatë kontrollit të ushtruar në policia automjete, shërbimet e policisë kanë evidentuar një çantë në të cilës ishte 7 pako me lëndë të dyshuar narkotike. Konkretisht, 4 pako lëndë narkotike heroin me peshë 2 kg e 103 gram, si dhe 3 pako me lëndë narkotike të dyshuar kokainë me peshë 3 kg dhe 120 gram, gjithse 5 kg e 224 gram heroin dhe kokainë. Menjëherë është bërë shoqërimi këtyre shtetësve në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale ku ka rezultuar se këta shtetas do të transportonin këto lëndë narkotike në drejtim të Durrësit. Veprimet vijojnë në bashkëpunim me prokurorin për evidentimin e shtetësve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Dhe në këtë kuadër mund të bëjmë me dije detajet të tjera rreth këtij operacioni. Ky operacion është në bazën e operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluar nga strukturat vendore të Policisë Tiranë për goditjen dhe shitjen dhe trafikimin e lëndëve narkotike, ku jo më lart se 2 javë më parë u kapën 2 shtetas me 250 gram kokainë, si dhe gjatë 2 javëve të fundit janë finalizuar disa operacione për kapjen e personave në rrokim me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ato që çakullojnë të armatosur ku ishte përfshirë edhe disa shtetas tuaj.